Jemi pranë muajit të bekuar të Ramazanit dhe kjo padyshim që sjell gëzim të shumë njerëz, përveç të familjet tona me fëmijët tim, për të cilat rritet brenga se ja do të kenë ushqim të mjaftueshëm për muajin e bekuar të Ramazanit. Janë shumë familje të cilat në mungesë të kryefamiljarit, i cili është kujdes që çdo vit, çdo Ramazan, sofrat e iftarit të mbushen për familjen e tij. Këtë vit shumë prej këtyre familjeve nuk e kanë kryefamiljarin, shumë fëmijë nuk e kanë babajin pranë tyre dhe kjo padyshim që është vështirë për ta. Ndërsa Islamic Relief Kosova edhe këtë herë është në përgatitje që për 2000 familje me fëmijët tim të siguroj pako ushqimore që të paktën krahas mërzisë që e kanë këto familje mos të kenë brengën edhe të ushqimit. Kushdo që dëshiron që sofrat e familjeve me fëmijët tim në këtë Ramazan të shtrohet me kontributin e juaj, e ka mundësinë që përmes Islamic Relief Kosovës të paguaj një pako ushqimore e cila do të arrijë tek këto familje që këto pastaj të kenë ushqim të mjaftueshëm. Një pako ushqimore kushton 50 euro, ndërsa ju mund të kontriboni edhe me gjysmë pako ushqimore me 25 euro. Kontributet tuaja mund të i dorëzoni përmes zyreve tona që i kemi, llogarisë tonë bankare dhe përmes webfaqes tonë që është islamicreliefkosova.org.